Përshëndetje miq, mirë se vini në kuzhinën time. Sot kam vendosur me përgatit një tespishte tradicionale shqiptare. Filloj me përgatitjen. Qesim 200 gram margarin, 200 ml vaj lule diellit, 200 ml qumsht. Kur të vlon masa, ja qes 720 gram miell, një lugë të vogël sodë bikarbone. E përzijej mirë dhe e pjeku për 10 minuta. E lu muftov 10 minuta, ja qes pak krip, ja qes një vezë, e përzijej mirë, tash është brumi gati, e përgades për me qit në tepsi. Tash filloj me shtri brumin në tepsi. Filloj me ja dhon formën, filloj me prej tespishten në 14 pjesë, mandej në çdo pjesë filloj me ja dhon formën dhe më në fund e shti në formë me pjek. Për shërbetin na duhen 380 ml ujë, 300 gram sheqer, një cup limon. Tash ja qes shërbetin tespishtes. Tespishtja është gati për ta shijuar. Këtë tespishte ka përgatit gjyshja ime ndjes post që nuk është më në jetë. Provojeni edhe ju dhe më shkruani në komente se si ju doli. Mos harroni të pëlqeni dhe të më ndiqni në recetat e radhës.